Më 25 nëntor të vitit 2022, Qendra për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror dhe Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë depozituan padin kundër kontratës koncesionare dhe lejeve të ndërtimit për aeroportin e Vlorës. Dosja e tyre, 1000 faqëshe, u hodh poshtë nga Gjykata e Tiranës në një seancë vetëm 7 minutëshe, me argumentimin se paditësit ishin jo legjitim dhe padia ishte jashtë afatit. Mjedisorët apeluan dhe më 22 qershor të 2023-shit, apeli rrëzoi vendimin e shkallës së parë duke gjetur shkelje procedurale dhe urdhëroi rigjykim me një panel të ri gjyqtarësh. Të pandehurit ankimojnë tek Gjykata e Lartë më 23 tetor të 2023-shit. Pas seancave në shkurt dhe mars 2024, Gjykata e Lartë prishi gjykimin e apelit dhe riktheu çështjen për rishqyrtim, duke krijuar përsëri paqartësi. Vendimi u mbajt për një vit i pasbardhur. Vetëm pas kërkesës së ambientalistëve për sigurim padie, vendimi u zbardh brenda 24 orëve, duke lënë dyshime se zvarritja nuk ishte rastësore. Për më shumë se 3 vitesh, çështja e aeroportit të Vlorës nuk ka një vendim përfundimtar. Ekspertët paralajmërojnë se kjo lloj ping-pongu procedural ka bllokuar organizatat në një labirint burokratik, ndërsa punimet për aeroportin vazhdojnë të avancojnë.